Një shoqat për miqësi serbo-maqedone ka bërë thirrje për mobilizim të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut për të udhëtuar drejt Beogradit në përkrahje të presidentit serb Aleksandar Vučić në ditën e 23 majit, kur është paralajmëruar protesta masive studentore kundër pushtetit aktual në Serbi. Kjo thirrje është bërë nga shoqata e njohur si Paqe, Harmoni, Stabilitet me Selinë Shkup, e cila ka ftuar qytetarët që më 23 maj të tubohen para konsulatës së nderit të Serbisë në Kumanov për të udhëtuar më pas drejt Serbisë në mënyrë të organizuar. Andrej Zhernovski, LSDM-s, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka drejtuar kritika të ashpra ndaj kryeministrit Hristijan Mickoski, ministrit Timço Mucunski dhe qeverisë, duke i akuzuar për standarde të dyfishta pas tubimit politik për mbështetje të presidentit serb Aleksandar Vučić në Kumanov. Në postim, Zhernovski thekson se po të ishte organizuar në Maqedoni një tubim për mbështetjen e presidentit bullgar Rumen Radev, pushteti sipas tij do të kishte reaguar me akuza për përzierje në punët e brendshme dhe rrezikim të sovranitetit. Nëse 3504 bullgar në shtetin ton papritur paraqiten si rrezik i madh për shtetin dhe popullin, atëherë si është e mundur që 35.939 serb në Maqedoni të mos jenë as pak kërcënim për identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase, theksoi ai. Sipas Zhernovskit, pushteti në mënyrë selektive përhap frikë dhe manipulime me qëllim që, siç pretendon ai, të arsyetoj bllokimin e rrugës europiane të shtetit.